Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, përshëndetjet lëvdatat Muhamedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që esin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Sakrifica dhe flijimi për hir të Allahut. Fillimisht, pse ka nevojë që të sakrifikojmë për Allahun e lartësuar? Ku kërkohet kjo sakrificë, sa kërkohet dhe a është diçka e përballueshme për neve. Po e nisim këtë injizim me një dialog të shkurtër të cilin Allahu i lartësuar do ta zhvilloj në ditën e gjykimit me njërin nga pabesimtarët i cili do ta vuaj dënimin më të lehtë të xhehenamit. Tash e keni parasysh, njeriu i cili e ka dënimin më të lehtë të xhehenamit nga pabesimtarët, Allahu i thot këtij personi në ditën e gjykimit, thot o robi im, për arsye se gjithë njerëzit janë robër të Allahut, se janë krijesa të tij, ka të nënshtruar dhe të pa nënshtruar. Thot o robi im, e shef dënimin që po të pret, ose që do ta përjetosh, po. Thot sikur të kishe tondën gjithçka që është në tokë, a kishe me dhonë vetëm me i shpëtu këtij dënimi, do të krejt botën ta kishe tondën, a kishe me dhonë me i shpëtu këtij dënimi? Thot po, o Zoti i gjithësisë. Thot o i mirë, o i gjurë, unë s'kom lyp me sakrifiku kaq shumë prej teje. Unë e kom lyp diçka shumë më të lehtë prej teje se sa kjo që po je i gatshëm ti sot me dhonë. Unë kam lyp prej teje kur ke qenë në si shpirt në shpinën e Ademit alayhi salam, kom lyp prej teje që mos më mbosh shok mua. Mos më adhuru tjetër kënd pos meje, edhe me më adhuru vetëm mua. Këtë e kam kërkuar. Domethënë, në këtë moment ky njeri është në gjendje me sakrifiku gjithçka, mirë po nuk i vlen. Nuk i vlen për arsye se nuk e ka bën një sakrificë më të lehtë kur është dasht dhe kur i kish me i kry punë, ndërsa tash nuk i kryn punë. Pastaj, gjithashtu është një element tjetër më rëndësi këtu te sakrifica, sepse disa njerëz e keq kuptojnë një hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, në cilin ai thotë nuk ka besuar për juve askush si duhet, nuk është besimtar i mirëfillt, përderisa të mos jem më i dashur tek ai se familja, pasuria dhe gjithë njerëzit e rëndësishëm tek ai. Dhe dikush e keq kupton këtë hadith dhe mendon se për me qenë i mirë me Allahun, për me qenë besimtar i mirëfillt, duhet me sakrifiku familjen, duhet me dhon pasurinë krejt, edhe duhet më u largu për gjithë njerëzve, që kjo është keq kuptim i këtij hadithi. Përndryshe, të gjitha këto që përmenden këtu janë mundësi që me fitu mëshirën e Allahut të lartësuar. Mirë, po qëllimi i këtij hadithi është që kur vije në pyetje që dikush më na i cenu neve lidhjen me Allahun e lartësuar, edhe rrugtimin tonë drejt Allahut, atëherë a duhet me sakrifiku atë, apo duhet me sakrifiku lidhjen tonë me Allahun, edhe ecjen tonë drejt Allahut të lartësuar? Këtu është në pyetje, e që këtu janë raste të rralla. Do thotë, nëse familja bëhet pengesë, nëse pasuria bëhet pengesë, nëse njerëzit që i kemi, shokët, farefisin dhe kushdo që jenë ata të rëndësishëm në jetën tonë, nëse bëhen pengesë në rrugtimin tonë drejt Allahut, atëherë këtu duhet ta dimë se cilin me sakrifiku, ose cilin me lënë, ose për i cilit me heq dorë. Nëse s'ka mundësi me i bashku të dyjat këto, domethënë nuk ka mundësi me i bashku mes familjes edhe rrugës Allahut të lartësuar, ose mes pasurisë dhe rrugës Allahut, atëherë duhet me lënë pasurinë dhe duhet me lënë gjitha këto elemente të tjera, për arsye se e përmendëm më herët që në ditën e gjykimit dikush do të dëshiron me i sakrifiku gjitha këto, madje edhe sikur ta kishte botën të vetën, kish me sakrifiku vetëm me i shpëtu dënimit të Allahut, po nuk mundet. Përndryshe, familja është mundësi e madhe dhe mundësi e artë për me fitu mëshirën e Allahut dhe me ecë drejt rrugës drejt Allahut të lartësuar. Gjithashtu dhe pasuria, sa njerëz me pasurinë e tyre që e kanë fitu mirë, e kanë fitu ndershëm, edhe e kanë shpenzu ndershëm, e kanë fitu xhenetin. Sa njerëz me familjet e tyre e kanë fitu xhenetin. Nuk thot pejgamberi alayhi salatu wassalam se atij që Allahu ja fal 3 vajza edhe i edukon mirë, si duhet, kanë me qenë mburoj prej xhehenamit. Pastaj edhe atij që ja fal 2, pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e përmend që nana po dhe baba janë ndyrë të xhenetit, gjithashtu dhe gruaja është mundësi për me mri deri te dera e xhenetit për burrin, po edhe burri për gruan është mundësi për me mri deri te dera e xhenetit, domthonë nëse janë në rregull. Mirë, po
Nëse nuk mundem me u bashku, nëse familja, dikush prej familjes, ose pasuria jonë bëhet pengesë në rrugën tonë drejt Allahut të lartësuar, atëherë duhet me sakrifiku pasurinë për arsye se na humb diçka e madhe. Mirë, pse duhet me sakrifiku për Allahun? Ka mundësi me adhuru Allahun e lartësuar, edhe me qenë musliman të devotshëm, edhe me fitu botën tjetër, xhenetin, shpërblimin e madh, pa sakrifiku? Thonë, nëse themi po, ose nëse themi jo, nuk është përgjigje e plot, për arsye se e ka një shpjegim kjo. Fillimisht, Allahu i lartësuar, para se me kërku prej neve sakrificë, na ka tregu ai se çka ka bë për neve. Dhe Allahu i lartësuar na ka kriju në formën më të mirë, na ka bë kushtet më të mira, mundësitë më të mira, na ka dhënë vetitë më të mira, e që krye vetia është mendja, të gjitha këtu Allahu i ka bë për njeriu në mënyrë që njeriu me jetu me dinjitet dhe me jetu në tokë në nivelin e përgjegjësisë të cilës ne ka kërkuar Allahu i lartësuar që me qenë me këmbës në tokë. E tash para se me kërku Allahu për neve sakrificë, po tregon se çka ka bërë për neve. E dikush që i ka bërë gjitha këtu për neve, që na ka dhënë jetën, na ka dhënë në shpirtin, pastaj na e mbon në jetë, na e ruan shëndetin, na e ruan jetën, na e familjen, na e pasuri, ka kriju gjitha këto kushte që i kemi na për rreth, e që pa cilat nuk paramendohet jeta sikurse drita, nota, hona, dielli, toka, shiu, gjitha këto. A nuk meriton me sakrifiku për te? Meriton me sakrifiku edhe shumë gjana. Edhe me sakrifiku gjithçka vetëm mos me humb këtë i cili na i paska dhënë gjitha këto të mira, pastaj edhe fati jonë dhe jeta jonë edhe këtë botë dhe botës tjetër është në dorë tina. Mirë, po ja që Allahu i lartësuar, i cili është bujar, nuk e ka kërku këto prej neve. Nuk ka kërku prej neve me sakrifiku gjëra të mëdha ose me sakrifiku diçka që është shumë e rëndë për njeriu ose është e pamundur. Thjesht sakrifica të vogla. Sakrifica kryesore që e ka lyp Allahu prej neve është me i sakrifiku qefët tona, epshin tona dhe me luftu me nefsin tonë. Për arsye se nefsi është pengesa kryesore për me arritë Allahu i lartësuar. Të gjitha devijimet, të gjitha shtrembrimet, të gjitha rebelimet ndaj Allahut të lartësuar dhe të gjitha mos nënshtrimet dhe mos përullet ndaj Allahut të lartësuar, shkaktari i tyre është nefsi, atëherë ja vlen me sakrifiku nefsin që mos më na i bot gjitha këto probleme, gjitha këto të lashe, të cilat ja ka shkaktu plot njerëzve. Sa njerëz e kanë humbur veten, sa njerëz e kanë humbur jetën, sa njerëz kanë humbur gjithçka të kësaj bote, sa njerëz e kanë humbur botën tjetër për shkak të nefsit. Allahu ka lyp prej neve që me i sakrifiku dëshirat e tona të cilat janë të kundërligjshme dhe janë të dëmshme për neve në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra ta pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë nuk ka besu për juve askush derisa dëshirat e tij edhe prioritetet e tij të mos jenë përputhje me mësimet e mia. Kjo është thjesht. Kjo është thjesht që qefet e tona, dëshirat e tona, epshet e tona, të cilat nuk janë në përputhje me mësimet e Allahut të lartësuar, që to me i sakrifiku dhe me i shtyp. Edhe mos me arrit të pasuria në mënyrë të pandershme ose haram. Mos me arrit deri te shfryja e epsheve në mënyrë të pandershme haram. Mos me njohës edhe të panënshtruar ndaj Allahut të lartësuar, i cili e meriton nënshtrimin kulmor edhe adhurimin kulmor prej neve. Të gjitha këto pengesë, për gjitha këto pengesë është nefsi. E kështu që i sakrifikojmë disa veti të nefsit, ose e shtypim pak nefsin, e lodhmi nefsin dhe pastaj vazhdojmë. Gjithashtu, Allahu i lartësuar, përveç që para se me kërku sakrificën prej neve, ka tregu se çka ka bëu ai, gjithashtu po na premton. Po na premton se ai i cili i bën çet sakrificë, sa do e vogël që është, edhe që është e përballueshme dhe e lehtë sepse e kanë bërë plot njerëz, dhe po e bojnë plot njerëz. Plot njerëz janë të nënshtruar ndaj Allahut, plot njerëz pyesin për halalin edhe haramin. Plot njerëz nuk e bojnë jetën sipas qefive të veta, qefet të cilat janë në kundërshtim me mësimet e Islamit, mirë po pyesin se çfarë don Allahu prej neve, çfarë nuk don. Kështu që kanë arrit me e bë këto. E përderisa kanë arrit me e bë këto, atëherë është e arritshme. Mirë, Allahu përveç që po tregon se është meritor, çado që lyp prej neve. Me bon, Allah i nësun, qa do që lyp për i neve me sakrifikush meritor, edhe meritori dejnë edhe prapë i dalim hakësh Allah të lartësuar, mirë po, gjithashtu, po e përdor Allah i lartësuar edhe një element tjetër që është nxitës, se ai i cili i bën këto për hir të Allahut, këtë sakrificë, ka me pas shpërblim botën tjetër. Për ata, në ditën e gjykimit, do t'ju thuhet njerëzve të mirë, ata që
nuk i kanë dëgju qefet e veta, nuk i kanë dëgju nefsin e vetë, po i kanë dëgju mësimet e Allahut, mësimet e pejgamberit alayhi salatu selam, do t'ju thotë hini në xhenet për shkak të asaj që e keni punu. Çka keni punu? Keni punu sipas mësimeve të Allahut, jo sipas qefeve. Domethënë, jeni lodh për me nal veten për më fal. Jeni lodh për me nal veten nga harami, nga vjedhja. Jeni lodh për me nal veten për zinos. Domethënë, janë sakrifica, po janë sakrifica të arritshme, pastaj edhe ja mundsojnë njeriu jetë të ndershme në këtë botë, jetë të rahatshme, pa probleme me veten e vet, pa probleme me njerëzit, mirë po edhe shpërblime në botën tjetër. Gjithashtu Allahu i lartësuar edhe më desetivisht e përmend në Kur'an që ai i cili e shtyp nefsin ose e pastron nefsin, më thonë. Ai i cili e pastron nefsin, domethënë nuk e lën nefsin me udhëheqjet. Unin ose egon e vet. Mirë po egon janë nënshtron mësimeve edhe porosive të Allahut të lartësuar, kë ka shpëtuar tek Allahu i lartësuar. Ky është i shpëtuar. Pastaj Allahu i lartësuar ka sjellë edhe shembuj se çysh njerëzit kanë arrit me e bë këto. Qysh njerëzit me pak sakrificë kanë arrit me fitu shumë. Edhe shembujt më të mirë janë gjithsesi shembujt e pejgamberëve. Çfarë sakrifice kanë bërë pejgamberët? Sa janë lodh pejgamberët e Allahut? A janë anku ndonjëherë? Kur s'janë anku? Madje secili prej tyre e ka llogarit veten që kur gjë s'është bë, krahasim me ato që ka duhet me bë për Allahun e lartësuar. Kur gjë s'është lodh, kur gjë nuk ka përjetuar prej vujtjeve edhe persekutimeve nga të tjerët, as nuk e ka lodh veten, as nuk ka sakrifikuar për Allahun e lartësuar sa u zhdosht me bë këtë. Për arsye se këta kanë qenë njerëz të mëdhej të cilët e kanë njoft Allahun dhe kanë kuptuar Allahun. Gjithashtu Allahu ka sjellë edhe shembuj gjatë historisë, qoftë në Kur'an, qoftë përmes mësimeve, fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që edhe njerëzit të cilët nuk kanë qenë pejgamberi kanë arrit këtu. Pastaj edhe gjatë historisë, edhe brez pas brez, por edhe sot ka njerëz që arrin këtu të gjitha këtu. Domthonë janë të arritshme, edhe Allahu po sjell modele. Po sjell modele të cilat duhet me i pasu. Janë modele të cilat njerëzit janë lodh pak më shumë, i kanë lënë do qefe, i kanë lënë do huje, kanë sakrifikuar pak, nuk kanë mujt me arrit të pasuria, me abo qefin vetës me pasuri, mirë po s'kan dosh me bo këto haram, përmes haramit, ose me shfri vepshet haram, kanë mri tek Allahu i lartësuar, edhe kanë arrit gradat të larta, edhe shpërblime të mëdha. Kështu që gjitha këtu na çojnë deri te një pikë shumë rëndësi, ajo është se çfarë do të lyp Allahu prej neve. Edhe nëse kërkon nga ne që sakrifikojmë diçka, ose të lodhemi pak më shumë, ose të lojmë diçka, ose të shtypim dëshirat dhe qefet tona, dije që kjo kur gjo hiç nuk është krahasim me ato që Allah e meriton dhe që duhet me bë për Allahun. Mirë, po ja që Allah nuk e ka lyp në këtë formë të madhe ose të pa arritshme sakrificën, po ka lyp pak prej neve. Andaj të lodhemi sot, të japim sot, të shtypim nefsin sot, sakrifikojmë sot, sepse jetën kemi me pas më mirë në këtë botë, kemi me jetu më mirë, më me komoditet, më me pak probleme dhe të lashe, edhe kemi me fitu shumë në botën tjetër. Mjafton shembull për këtë, agjërimi edhe leximi i Kuranit në ditën e gjykimit, që e përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam se në ditën e gjykimit vjen Kurani edhe vjen agjërimi. Edhe i thënë Allahut lartësuar, o Zoti ynë, unë këtë njeri, agjërimi thot, unë këtë njeri e kam lënë pa hangër, pa pi, për ty ka durum, për ty ka sakrifikuar dëshirat, sepse ka pas dëshirë me hangër dhe me pi. Për ty i ka lënë këtu, edhe dëshmon, edhe bëhen ndërmjetës për agjëruesin ditën e gjykimit. Gjithashtu edhe Kurani thot, o Allahun e për ty e kam lënë pa gjumë, për ty këtë njeri e kam lënë pa gjumë, më ka lexuar natë e ditë, ka punu me mua, domethënë me Kuranin. Edhe kështu që bëhen të perde për dënimit Allahut lartësuar, po dhe bëhen ndërmjetësues. Allahu na bof për atyre që jetën e organizojnë, e menaxhojnë edhe jetojnë sipas mësimeve të Allahut lartësuar, lodhemi pak, sakrifikojmë pak, mirë po arrijmë shpërblimet e mëdha në botën tjetër kur dalmi para Allahut lartësuar.